Të vish në tek dhe mos të ndalosh tek Fresh Line është pak e vështirë, jo vetëm për aromave shumë të mira, por edhe ngjyrave që të tërheqin syrin direkt. Ariola, mirë se të gjetëm në shtëpinë tënde. Ju falenderoj. Është shumë e vështirë të mos ndalosh te Fresh Line, duke qenë se ka larmishmëri produktesh si dhe ngjyra që të tërheqin syrin dhe të ngacmojnë. Patjetër, sepse çdo gjë ka të bëjë me natyrën, ëh. Ti kur kalon këtu patjetër nuk mund të tundohesh nga aromat e mira që vijnë, ëh, sepse janë aroma që ti i gjen në kuzhinën tënde. Fruta, perime, bim. Kështu që çdo gjë, domethënë, sapunët artizanal, ngjyrat janë gjitha natyrale, shega, portokalli, mandarina, piepri. Pra, detyrimisht që instinktivisht ne tërhiqemi ndaj gjërave që në të përditshmën tonë i konsumojmë. Që mos mendohet që ka vetëm sapun, po ka dhe produkte të tjera, të cilat janë kujdesi për trupin. Kujdesi për trupin është shumë e rëndësishëm. Unë inzistoj gjithmonë të përdorimi i një shampoje me vajra esencial, sigurisht pa kimikate, pa konservant, pa SLCL. Aromatizuesit e trupit, vajrat esencial, kremrat janë shumë të rëndësishëm për lëkurën tonë, sepse detyrimisht veprojnë si filtr mbrojtës, nuk e lejojnë që plurat, papastërtitë ose aromat e këqija të preservohen jo mirë, domethënë, në organizëm. Kemi shumë probleme, na bien flokët, na hollon, na kputen, na digjen. Tani në verë, për shembull, patjetër, na thahen nga krikpa, nga klori pishinës. Kështu që përdorimi i shampove sa më organike me vajra esencial, me bim, këto nuk kanë përqindje ujë, është një gjë shumë e veçantë që Fresh Line nuk përdor ujë, përdor bim, të cilat në përdorimin e tyre ti ke dhe efekt kurativ. Sigurisht ka për gjithë kategoritë, fëmijët, vajzat, burrat, gratë. Diçka që unë do rekomandoja shumë në sezonin e verës do ishin antioksidantët. Pra kemi të bëjmë me gjëra që kanë agrume, që janë pa kerza pikante, ndisin qarkullimin e gjakut, nuk mbajnë nxjerrin toksinat për jashtë, është shumë e rëndësishme. Flokunari i shkëlqyshëm, nuk na digjet, nuk na kputet, është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Nuk duhet neglizhojmë kur përdorimin e një skrabi të mirë për fytyrën, sepse qoftë lëkurë e ndryshme. Ato qelizat e vdekur. Po, sepse qoftë lëkurë e ndryshme, qoftë lëkurë e thatë, sido që të jetë lëkura depoziton, poret mbyllen dhe ato kanë nevojë të marrin ajër. Ariola, unë pash një krem mbrojtës, i cili është shumë i rëndësishëm tani, sidomos sezonin e plazhit. Duhet ta përdorin të gjithë. SPF-ja është një produkt i cili duhet përdorur gjatë gjithë vitit. Por duke qenë që rrezet mbas muajit mars bëhen më të dëmshme, bëhen më aktive, detyrimisht që duhet fillojmë më herët, mos ta konsiderojmë SPF-n si një produkt i cili duhet përdorur vetëm në plazh. Ajo çfarë bien sy gjithmonë te Fresh Line janë sapunët shumë ngjyrësh, përveç se që kanë aroma fantastike, po kur i shet të duken si ëmbëlsira që ti do t'i hash. Për shembull, sapunët tu mua më kujtojnë kasatat. Kjo që duket ty si kasat, për shembull është si sultjashi, qumësht, oriz, kanell. Ky është shpirti i Fresh Line, dhe themi për herë, janë produkte që tregojnë se sa artizanale janë. Një produkt organik nuk mund të jetë kur një produkt i fabrikuar. Pra, përdorimi i sapunëve është më i drejt për drejt në lëkurë. Nuk lejon, domethënë, nëse një shampo ti mendon se e ke më praktike dhe shplan me kollaj, nuk është e vërtetë. Sapuni shplat me kollaj, po lë dhe një filtr mbrojtës mbi lëkurë. Ariola, tani kaluam tek maskat e fytyrës. Janë produkte që ti i merr në materiale të riciklueshme. Nuk kanë kosto paketimi, ti blen vetëm produktin i cili ndodhet brenda. Është maska e kamomilit blu, si antiinflamator shumë e mirë nga natyra. Maska e tërshërës dhe aloes, shumë e preferuar. Maska e perimeve. Nga vijnë këto produkte, nga prodhohen? Fresh Line është kompani greke. Ne jemi distributor për Shqipërinë, të cilët kemi direkt lidhje me fabrikën. Ne porosisim përpara, gjërat prodhohen dhe pastaj vijnë te konsumatori. Pra nuk ka stok, asgjë nuk është ngelur, gjithçka vjen fresh për të konsumuar. Disa elementë shumë të veçantë që do të thotë i ktheni sapunët në edhe në veprart, mund të quajmë veprart. Po, është e vërtetë, është e vërtetë. Domethënë këto janë si akullore, si kasatat e verës, por në rastin që dikush që nuk e di që është e Fresh Line i thotë sa e mirë ky set i akulloreve. Po, shumë herë për vitri bëjmë si çokoladata, si ëmbëlsira, sepse është stinë ftohtë, duam gjërat ngrohta në verë, duam gjëra sa më të freskëta. Për shembull, ky është shalqi. Po ta ndjesh aromën. Është komplet shalqi dhe e kanë sjellur në mënyrë artizanale.
Aryla, tani kaluam te një sektor tjetër i Freshline-it në tek, shampot edhe kremrat, ekologjike. Ekologjike. Pra jemi në këto paketimet kështu voluminoze, që janë ekonomike, pra kemi menduar për gjithë në një farë mënyre. Të janë të mira kur i ke aty në banjën tënde dhe di që nuk të mbarojnë për kollaje. Është shumë e vërtet. Shampoja është një produkt i cili konsumohet jashtëzakonisht shumë, kështu që duke qenë që konsumohet shumë, sigurisht vjen në një volum më të madh dhe është për gjithë familjen. Këtu kam në dorë mjaltin, sepse është shumë i shumë. Mjalti, po edhe bashkë me biskot, thot këtu. Hanë biskot, janë ekstrakte të pastra. Imagjino sa i shishëm duhet t'jesh mbasi lahesh me atë. Është shumë e vërtet. Aroma është jashtëzakonisht shumë e mirë dhe lëkura është shumë e butë. Dhe nëse dikush nuk ka mundësi ta marrë në paketim 1 kg, e merr në paketim 200. Aryla, të shohësh një sapun që prihet në këtë lloj mënyre është kënaqësi e vërtet. Këtë nuk ta them që të bërë qefin, po sepse e tillë është si ndjesi. Që produktet e Freshline-it janë nga më të mirat në treg, kjo nuk do më diskutim tashmë. Dhe që njerëzit duhet ta vizitojnë sa më shpesh Freshline-in, as kjo nuk diskutohet. Ti ta vizitove në tek sot, duke qenë që është një ndër pikat më të reja që ne kemi hapur dhe ka qenë goxha e përqafuar nga klientët, kështu që na erdhët sepse i kemi rehat, vim në kinema, frekuentojmë Tegu, njëkohësisht blejmë edhe produktet tona të preferuara. Po, për njëkohësisht Freshline gjendet në gjithë Tiranën. Po, te Libri Universitar, te Ring Center dhe në Tek. Këto janë 3 adresat kryesore për gjithë secilin që do të na vizitojë.